Dita pa makina është një rast i mirë për të reflektuar mbi pastërtinë e qytetit, por dhe mbi stilin e jetesës qytetarëve. Sot unë mora biçikletën për në punë. Nuk është diçka e re për mua, siç nuk është diçka e re për qindra mijëra qytetarë të Tiranës që biçikletën e kanë pasur mjet kryesor lëvizje. Por sot gjërat janë ndryshe. Biçikletën e kam sjell, por nuk kam ku ta vë. Ose duhet ta marr brenda në korridoret e bashkisë, ose duhet ta çoj në një vend të posaçëm i cili nuk ekziston. Ndërkohë që shumica prej nesh, sikundër dhe unë, biçikletën nuk e kemi më mjetin ton kryesor të transportit. Arsyet janë të shumta. Arsyeja parë që sapo thash ku do ta vë tani që erdha me biçikletën në punë. Arsyeja tjetër natyrisht trafiku shikohet akoma si një rrezik për ciklistët. Dhe po kështu, një rol jo më të pakët luan ndotja dhe perceptimi i ndotjes së qytetit. Që biçikleta të jetë një mjet transporti, jo vetëm në ditën pa makina dhe në mënyrë ceremoniale nga kryebashkiaku, po të jetë një mjet transporti i preferuar, sepse i tillë duhet të jetë, sepse është një mjet i shëndetshëm, është një mjet i pastër, ne duhet marrim disa masa. Së pari duhet të sigurojmë stacione biçikletash në të gjithë qytetin. Dhe bashkia do të nisë menjëherë nga puna për ta bërë këtë realitet me financimet e veta dhe në partneritet me sektorin privat. Së dyti do dedikojmë korsi biçikletash në të gjithë qytetin. Dhe vitin tjetër, kur ne të kemi përsëri ditën pa makina, unë angazhohem që në gjithë qytetin e Tiranës të jenë shënuar mbi 22 kilometra rrugë për biçikleta, të paktën. Së treti, qyteti duhet të jetë më i pastër. Dhe për këtë, një nga faktorët kryesor të ndotjes është vetë prania e trafikut kuturu, e ambullisë, së mjeteve private të cilat përdoren vend e pa vend. Për t'i dhënë qytetarëve komoditetin të lëvizjen në qytet, ashtu siç duhet lëvizjen, pas një vështirësi, por pa u detyruar të marrin makinën në çdo rast, ne do të investojmë fuqimisht në transportin publik. Ndaj, brenda shtatorit do të përfundojnë termat e referencës për të hapur projektimin e të paktën një prej linjave të tramit Tiranës. Dhe po kështu do të investojmë në një qytet më të gjelbër, me më pak ndotje, që flokët e ciklistëve mos të ndoten më shumë se flokët e automobilistëve. Këto janë disa nga hapat që ne do ndërmarrim. Unë jam i vendosur për këtë agjendë, sepse të jetosh në një qytet me më pak makina, me më shumë biçikleta, nuk do të thotë të jetosh vetëm në një qytet më të pastër, por do të thotë të jetosh edhe në një qytet më të shëndetshëm, me më pak stres, me më shumë harmoni, për cilën kemi nevojë të gjithë, besoj.